Në fshatin Shtermen të Cerrikut, Elsa Qullhaj pokor frytet e punës së saj në sektorin e bujqësisë. Përshëndetje, jam Elsa Qullhaj nga fshati Shtermen. Unë merrem me kultivimin dhe prodhimin e ullinjve dhe në dhjetor të 2025-s mora për herë të parë një kredi prej 500.000 lekësh nga Fed Invest. Ajo u njoh me Fed Invest përmes takimeve dhe trajnimeve të organizuara për gratë në zonat rurale, nëpërmjet qendrës ABA. Trajnimet më ndihmuan të kuptoj më mirë se si të menaxhoj aktivitetin tim dhe të përmirësoj praktikat në fermë. Aty kuptova që Fed Invest ishte mundësia e duar për mua, me proceduра të shpejta, pa burokraci dhe transparent të plotë. Kredia u përdor për të përmirësuar ullishten. Investova në punime toke, krasitje dhe plerim. Sot jam e kënaqur dhe pres një prodhim të mirë në vitet në vijim. Faleminderit Fed Invest. Kjo histori është pjesë e një angazhimi të gjerë për fuqizimin e grave në zonat rurale, mbështetur nga Banka e Zhvillimit të Këshillit të Evropës bashkë me Fondi Slovak për rritjen e gjithëpërfshirjes përmes trajnimeve e praktikave bujqësore të qëndrueshme. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve.